Në gjykatën themelore në Prishtinë sot është dhënë fjala përfundimtare dhe ndaj të akuzuarit tjetër për krime lufte Gavrilo Milosavljević. Prokurori special Ilir Morina tha se gjatë këtij gjykimi u dëgjua dhe zëri atyre që nuk mund të flasin kurse mbrojtja e të akuzuarit kontestoi vërtetësinë e dëshmive të dhëna nga dëshmitarët e prokurorisë. Në këtë rast Gavrilo Milosavljević në cilësinë e gardianit në burgun e Dubravës po akuzohet për krime lufte kundër popullatës civile. Sipas betimit për drejtësi, prokurori Morina tha se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor është vërtetuar për të dyshimit bazuar se tani e akuzuari, Milosavljević, ka kryer veprën penale sipas aktakuzës. Ai përmendi deklaratat e dëshmitarëve të cilët e kanë identifikuar të akuzuarin, ndërkaq mbrojtja e akuzuarit, të Milosavljević, avokati Dejan Vasić, tha se nuk ka asnjë dëshmitar që e vërteton këtë gjë. Fjalën përfundimtare dha dhe mbrojtësi tjetri të akuzuarit, avokati Nebojša Vllajić, i cili ka kontestuar dëshmitarët e prokurorisë duke përshkruar deklarimet e tyre gjatë shqyrtimit gjyqësor. Përfaqësuesit e platformës Liria ka Emër akuzuan gjykatën speciale në Hag për shkelje